Arbër Hoxha vazhdon të shfaqë një formë spektakolare në Kroaci me paraqitje mbreslënse dhe me gola të jashtëzakonshëm. I tillë ka qenë ai i shënuar sot në kampionatin kroat, ku Dinamo e Zagrebit përballej me kampionët e Rijekës në një sfidë direkte mes pretendentësh për titullin kampion. I aktivizuar mes titullarëve, Hoxha pas skuadrën e tij të kalonte në avantazh dhe më pas të arrihej nga miq fal golit të ishmësfushorit të Tiranës Mervej. Por në minutën e 84, Hoxha tregoi aftësitë e tij me një gol të pabesueshëm. Ai mori topin në krahun e majt dhe pastaj nga një kënd i pamundur lëshoi një goditje të kalibruar që shkoi mbi portierin dhe përfundoi në rrjet për t'i dhënë përsëri avantazhin ekipit të Dinamos së Zagrebit. Ky gol, i treti për Hoxhën në këtë edicion, mjaftoi për t'i dhënë fitoren 2-1 Dinamos dhe e cila kësaj mori përsëri kreun e renditjes në Kroaci.